kam kryq. Ashtu kam parë gjyshin tim që i ka pas mbi 105 vite. Kur kam qenë i vogël dhe vitet kanë ecë, amaneti gjyshit tim ka qenë kjo kull të mbaj, të ruaj më shumë se sytë e ballit. Pas rikthimit nga Greqia, nisëm të rilindim kullën hupi. Ishte gati të binte çatia. Muret ishin të çara. Nuk kishte këtu as dhoma, as tualete, as banjo. S'kishte këtu një vend ku mund prisje miq, por këtu gjej rastin të falenderoj miqtë tanë që na kanë mbështet. Janë shumë. Dua me shpirt t'i theksoj dhe t'i numëroj me emra, por sot mjafton ajo dashamirësia ime për të qenë mirënjohës për ta, që ja dolëm. Ja dolëm ta rilindim kullën hupi për ta bërë atë një destinacion turistik. Ja dolëm të motivojmë bashkëfshatarët tanë. Ja dolëm ta bëjmë Buqizën një vend jo vetëm i ngjarjeve të rënda nga minjëra e Kromit, por edhe një histori të bukura suksesi në turizëm, siç është tek Kulla Hupi apo siç do jenë nesër dhe disa histori tjera. Tek ne do gjini mikpritjen, bujarin, ushqimin tradicional dhe eksperiencën brenda një kulle, po ashtu edhe eksperiencë të jashtëzakonshme në natyrën e mrekullueshme të Buqizës. Ju mirëpresim.